Një derë është hapur çmoti për të gjithë ata që kërkojnë një fillim të ri ose janë të papunë. Qendra për aftësim profesional në Prishtinë që nga viti 2003 ka qenë pikërisht ajo piknisje për të rinjët dhe jo vetëm. Nga 2 profesione fillestare, gatimi i ëmbëlsirave dhe përgatitja e brumrave, sot kjo qendër ofron 12 drejtime të ndryshme, madje certifikim pa asnjë pagesë, e cila është ndruar në një hapësirë ku pasioni takohet me profesionin. Brenda objektit prej 1200 metra shkatror, në përpunëtori të pajisura me teknologjinë e kohës të rinjët mësojnë, jo vetëm një zanat, por ndërtojnë një të ardhme. Kjo sipas drejtorit të qendrës Zenullah Rustemi. Të gjithë kandidatët që shprehin interesim me orë në qendër të aftësimit profesional, së pari është obligative, është procedurë që duhet me ndjek, mu ofru në zyrat e punësimit në çdo komunë që përfshin rajoni i Prishtinës, siç i përmenda edhe më herët. E vetmja procedurë është me mjet identifikimi dhe me një certifikat diplom varësisht se përjasojnë atë çfarë shkollim paraprak ka përfundu. Në momentin që paraqiten zyrat e punësimit, këshilltarët i bëjnë këshillimin, i informojnë rreth asajna se çka ofron qendra e aftësimit profesional në Prishtinë dhe pajisen me letë rekomandim dhe gjithashtu informata futet edhe në sistem për menaxhimin e të papunëve edhe të punëkërkuesve. Disa zgjedhin kreativitetin, rrobaqepsinë, floktarin, grimin apo artin e ëmbëlsirave. Të tjerë provojnë forcën dhe precizionin në elektrik, automekanik, ndërtimtari apo instalimet ujësjellësit dhe ngrojes qendrore. Sipas drejtorit të qendrës, secili profesion është një mundësi më shumë për t'u integruar në tregun e punës. Te profesionet rrobaqepsi, floktari, grim, gatus ëmbëlsirash, gatus brumrash, zakonisht janë të interesuar gjinia femrore. Kurse të profesionet që ne i quajmë profesionet të vrarta, si autoelektrika, automekanika, kemi ndërtimtaria instaluese ujësjellësit dhe instaluesit e ngrohjes qendrore, zakonisht pjesëmarrës, kandidat kursant janë personat të cilët kërkojnë aftësim fillestar apo riaftësim për arsye se kanë njohuri paraprake. Trajnimet zgjasin 40 deri në 500 orë me module të strukturuara sipas nevojave reale të tregut. Sipas drejtuesit të qendrës, shumë kandidatë arrin të punësohen menjëherë pas përfundimit të trajnimit. Pas analizave dhe pas kontakteve që kemi në vazhdimsi me kandidatët, rezultatet tregojnë që shumica prej tyre në mënyrë direkte kyçen në vendet e punës në profesione që kanë përfunduar apo në mënyrë indirekte ju ndihmon që me ardhë deri te vendi i punës. Interesimi ndër vite ka qenë i madh për t'u trajnuar në qendrën e aftësimit profesional. Megjithatë, drejtori kujton një vit kur pati shumë kandidat për një profesion e me një qëllim të caktuar, ajo për të mundësuar një vizë pune jashtë vendit. Vitin 2015 jo rastisht ka qenë kërkesë e madhe për certifikatat tona që të me vazhdue leje qëndrimin në shtetin e Hungarisë. Domethënë ka qenë një numër shumë i madh i tyre që janë pajis me certifikata viti 2015, 2016. Ka qenë një numër shumë i madh i tyre, dikun 500 deri në 600 vetë brenda atyne 2 viteve. 2 vite e në vazhdim, derisa ju kanë nevojit për me vazhdu vizën. I ka njoft, ka shumë për i kandidatëve tonë që kemi të zakonisht stafi që është i angazhum në trajnime, ka kontakte me personat, me kursantët, ish kursantët tonë që janë sistemuar në vendet punës edhe në vendet jashtë.
Nga qendra e aftësimit profesional treguan se mundësia për trajnim u është dhënë edhe të burgosurve në qendrën korrektuese në Lipjan, duke e kthyer aftësimin profesional në një shans të dytë për një fillim të ri.